Artin Dumani, i Spakut, prokurori përgjithshëm Orsian Cela dhe drejtori policisë Ilir Proda, të shoqëruar nga Ilerian Celibashi, vizituan në KGZ qendrën operacionale kundër krimit zgjedhor. Pra do të thënë një grup shumë i fuqishëm. Ne ku kemi dhe foto. Okej. Tani, megjithatë, ka nga ata që pyesin. Por ky Spaku, se njerëzit nuk ngopen me arrestime, se pa parë po. Ky Spaku po fle, po flirton, apo po vigjilon. Andoela, se mbas mendimit të çfarë po bën Spaku? Të treja bashkë. Tani, si mund të flesh dhe të flirtosh e dimne që fle me të fejuar? Edhe vigjilen. Kush e fejuar që se? Tu që ka një raport dihet. Pra kemi një marrëdhënie, ka një çift. Në të treja janë si virtyte moderne kohët e fundit. Por gjithsesi kohët e fundit ka një perceptim në lidhje me Spakun, duke hedhur dyshime, aludime se Spaku po fla mbi dosjet. Shumë shkurt, ngadalësia e hetimeve. Një. Kritikat nga opozita. Ndaj kujt? Po flasim për mungesën konkrete të çështjeve ose çuarja deri në fund të çështjeve për zyrtarët e lartë. Dhe flas këtu për dosje të cilat kanë të bëjnë me njerëz në qeverisin Rama. Për cilët ka padi që kanë mbritur në Spak, ka hetime, procedime që janë hapur, por deri tani nuk kanë parë dritën e diellit. Se çfarë po ndodh? Vetëm Spaku e di. Ngadalësimi i hetimeve për politikanët e lartë. Kemi kritikat nga opozita, kemi luftën e brendshme në drejtësi, kemi pyetjen pastaj se kush po e vë në gjumë Spakun. Majoranca thotë që Spaku duhet vazhdojë si një institucion i lirë, i pavarur, e drejta e cilit duhet të ndëshkojë korrupsionin. Në fakt, Spaku është një institucion që vërtet ndëshkon, nuk është një institucion që lufton korrupsionin. Korrupsioni luftohet në qeveri. Korrupsioni luftohet në elementet të tjera të... Të alëm politikanëve këto. Jo më këto... Se jo, po nuk jam dakord që korrupsioni luftohet në qeveri. Po kush e lufton korrupsionin? Është politike, ha? Spaku nuk e lufton, Spaku e dënon. Po jo, të kap. Po së të kapit tjeti me presë në dorë. Po njerë kap. Po tash kemi dhe batutën e famshme të zotit Berisha që thotë s'kap. Kështu që në të dyja... Po them që frika e ruan vreshtin, ka pas thënë popullet. Po s'ka frikë, pra Spaku është sendërtimi frikës, pra administrata, ai që ka menaxhon lekët e shqiptarëve kurse qoftë, po nuk ka frika ligji, pra ka i cili rojtari i ligjit të Spaku, vazhdon vjedh pa kontroll. Nëse flasim për ndërgjegjësim, do themi kemi një shkollë riedukimi, jo Spak. Okej. Shkollë riedukimi. Pra ngose, po, nesër. Ka një element tjetër. Në qoftë se ne i referohemi fotos që sapo dha aty në regji, ka vërtet një angazhim dhe duket se Spaku ka gjetur një mënyrë dhe ka një strategji për çështjen e hetimit zgjedhor. Jo më kot është hapur e famshmja grupi punës që po heton për manipulimin, vjedhjen, shantazhimin, përdorimin e administratës në zgjedhjet e tjera. Po çfarë po ndodh? Po ndodh që njerëzit po publikojnë votën e tyre në rrjetet sociale. Po ndodh që në shumë raste ne kemi në Spak denoncime nga njerëz, nga individ që thonë që vota po vidhet, vota po drejtohet, vota po shantazhohet, e të tjera. Për cilat Spaku deri tani nuk ka një përgjigje. Ne jemi gazetarë, i drejtohemi autoriteteve të prokurisë së posaçme dhe nuk marrim një përgjigje se çfarë ndodh me këto gjëra. Kam një përshtypje. Kanë zgjedhur ata se ku Kam një përshtypje që po, e kanë zgjedhur. Për shembull një korridor i ri tani. E japin gazetarëve opozitarë, jo atyre që janë pavarur. Më duket se ka një kështu. Sigurisht. Antenat e Spakut duket se thonë që opozita po vjen për shtet. Shej. Shikon, që merremi tash me këtë punë e Spakut. Shikon. Po mirë. Në qoftë se Spaku do ta vigjiloj. Do ta vigjiloj këtë apo s'ta vigjiloj? Pritësh. Spaku për ato që politikanët e mëdhenj këto që presin nuk ka për të marrë njeri para zgjedhjeve. Jenë sigurt për këtë punë. 5 ditë gjerë. Po kështu thanë edhe për
Lalierin, po e morën. Me pra, Lalieri ka 3 muaj. Kështu thanë dhe për zotin Meta, po ja që e morën. Kështu thanë dhe për shumë Po institucion. flet vetëm për momentin, pra është i ngrirë derisa mbaroj Ne po themi në periudhën zgjedhore zgjedhjet janë dhe 5 ditë dhe kush pret që do arrestohen kështu vipa, them që shofin ëndra kot se nuk e bëjnë. Një e para punës, e dyta dhe po ta bënin unë do thoja që është e gabume. Presin momentin. Pra, se ti e para zgjedhjeve, 5 ditë. O keni pas kohë dhe i mërshit 3 muaj për para, o shtyë dhe 5 ditë se ti afekton procesin zgjedhor. Interpretohet. Dhe ne nuk duam të ndërtojmë një republik prokurorësh. S'pas ka nevojë për zgjedhje, vejmë sa prokurorë, myllë ka këtë ba. Që do të ndajmë punën e Spakut, higu ajo për vipat. Tani po flemit detyra e Spakut është për këtë çështje, të hetoj për krimet zgjedhore, që të naruj pra se u bëdhe i marrvesh, u bëdhe i zhurmë, që edhe i fotografia madhe. Mi për në qofë se nuk hapet një dosje për këtë, nuk bëhet një dënim për zgjedhje për para ato dosje 180. Dhe me thënë në qofë se nuk jipet sinjal, kjo nuk luan rol. Kjo është pasaj një show për mediat. Lu rol, se me datë 11 për 5 ditë mbarojnë zgjedhje. Zoti Zhej, e di çfarë ndodh, ja vetëm një sekond. E di çfarë ndodh në Itali dhe ne kemi mësuar shumë nga Italia për të kapur një grup që që bënte trafik kokaina ose ku diun lënda të forta. Lihej derisa droga të shkonte në destinacion. Për të parë kush është itinerari, kush janë njerëzit e interesuar, sa para afroheshin. Po ç'lidhe ka kjo? Jo, kjo lidhet. Me situatën tash. Ja ta them. Në shkurt, në mes të shkurtit, ne u njoftuam që u hap një grup prokurorësh dhe oficerësh, të cilët do të jetonin dhe janë shpërndarë në të gjitha rrethet e Shqipërisë. Ti mendon se këta njerëz nuk kanë punuar dhe nuk kanë grumbulluar prova? Unë uroj që të kemë punu, po unë gjykoj që do bë një gjes para zgjedhjeve gjithë. Po, base do presin momentin, pra. Por këtë po them, edhe ma thjesht... Do dërzohet, droga. Zonjë Zëjosh, ma thjesht se po e them, unë s'kap të thonë Spaku 100 herë. Unë po të them për çështjet e mëdha VIP, as nuk kam për të marrë, as nuk duhet meren. Në gjykimin tim, politika, kupto. Po për çështjet zgjedhore duhet të meren. Që të jipet një sinjal që këtë rallë nuk do të manipulohet, nuk do hynë grupet kriminale, në qofë se ti nuk kap një 2-3 nga ato, që po shkojnë me fut durët këtë zgjedhjet, qofë se nuk kap një 2-3 biznesmen që kam financu partit me mënyrë paligjshme, nuk lu rol në këtë punë. Kjo shërber për statistikë pasaj, për dokumentacion, ndërsa ne duam që zgjedhjet e kësaj rallë të jenë më të mira se tjerat. Kjo është gjithë realiteti. Prandaj po themi në këtë situatë, to duhet që nuk pas ka këtu para zgjedhjeve, nuk i ka ramë pësy asnjëri, sigurisht që i ka ramë pësy. Dallojnë ato, i dim ne, qytetarë, jo ato më që janë hetues që për këtë punë janë. Kjo që duhet japin një sinjal para zgjedhjeve që të trëmbet një pjesë atyre. Ta thash pa të që tha Zhej, frega ru vreshtin. Unë mendoj Zhej që në rast se Spaku do ta kishte seriozisht krimin zgjedhor, do t'jepte një përgjigje dosjes 184 dhe 339. Ku nga kryeministri e poshtë u kapën krim zgjedhor me Z dhe u publiku nga gazeta Bild. As i përgjigje s'kemi për këtë, u kapën sa fakir fukareja dhe mbaroi kjo histori. Tani, unë do ta sfidoja Spakun që të vendoste në përgjim të gjithë kandidatët për deputet. Me vendim gjykate, normalisht, se s'vendosen do të ashtu, dhe unë jam i pari që du të vendosen përgjim, jam kandidat për deputet, edhe të shofin, a blen Aulion Kalaja vota apo jo. Kjo është sfidë për gjithë kandidatët. Tani unë po të themi gjë, në rast se këta vjen përgjim, aty do gjesh Gjevahire dhe Perla. Jo vetëm që blen e shesin vota, po me gjithë grupet e strukturume kriminale, duke vazhdu nga qarku Durrës, që është diktatin e bandave, dhe po diktohet edhe rezultati zgjedhjeve, dhe në Elbasan, po edhe në Shkodër, po edhe ku doni juve, këto janë zgjedhjet në Shqipëni është dhe të. Pra, këta në qofë se e kanë seriozisht, ta ven këta me që kanë edhe task force në Durrës, ndryshë nga qarqet e tjera. Një sekund. Goditjet e janë bërë. Okej, më falë. Pra, unë Jo, s'kemi më kohë. Që se kemi bërë replikë bëhet tani. Jo, replikën doja ta bëj vetëm për diçka. Aulon, thirrja jote është okay, por ne nuk e dim
nëse ka ndodhur apo jo kjo, sepse kur vjet në përgjim është një gjë akt sekret. Dakor, jam. Problemi është edhe 5 ditë marrojnë zgjedhje. Tani ideja është hetimet e SPAK-ut. Votat kanë filluar të u blega javë, më kupton. Nga eksperienca që kemi nga terreni. Kemi qenë në shkurt, një sekond. Ne nuk e dim kush është regjistruar në një regjistër që ato kanë. Ne nuk e dim se çfarë vendimesh të mbrëmshme kanë lidhje me përgjimet, se kanë filluar ka 2 muaj kjo historia, mos them 3. Si histori për sa i përket dosjeve. Jo, mos na ndodh që fitojnë dhe ne nuk e dim se si do ndodhi. Dhe këtu ndoshta dhe dua ta dal vetëm ke ajo që thej ti në fillim fare, që thënë ne supozojmë do të dalim me tezën e famshme, nuk i njohim këto zgjedhje se na është vjedhur vota. Jo, këtu mund kemi ato, mund kemi surprizën, jo ti, ky është perceptimi. Po them këtë gjë sepse ne duhet të shkojmë votime, do të shohim rezultatin e zgjedhjeve. Me një listë të kandidatësh apo ne duhet të shkojmë rezultatin e zgjedhjeve që të shkojmë te ajo tezë. Kam nëse fiton PD-ja dhe vërtetojnë ligjërisht që lobimi është i paligjshëm, duhet efektohet ky rezultat zgjedhor apo jo? Nëse fiton PD-ja dhe rezulton që financimi i bërë nga detuese saj dhe për llogaritë saj është i paligjshëm. Për këtë pyetje. Për gjithë opinionin, edhe për SPAK-un njëkohësisht. Duhet si do reflektohet rezultati i zgjedhjeve. Gjithë lista Durrësit i Rajt, gjithë deputetët janë burgë lista Durrësit, edhe qeveria vazhdoi duke qeverisë. Unë mendoj pra që ne duhet jemi të paktën kjo gjë duhet të shëndar me shpejtësi përpara zgjedhjeve, ashtu siç kemi nevojë prap po shofi ka nevojë të refreskohet dhe SPAK-u vetë, e të forcohet, kemi nevojë për gjykatë tjetër kushtetuese që ne të mos shkonim në këto zgjedhje me këtë kod zgjedhor. Ata duhet ta kishin konstatuar që ky kod zgjedhor është antikushtetues edhe funksionimi i partive, duke mos qenë demokratik. Kushtetuese vetë vendimi dhanë për marrëveshjen Rama Melo. Ja, një sekond, ta them. Kjo është gjykata kushtetuese, vendos gjykata e Luksemburgut e Bolonjës e Palermos kundër gjykata e kushtetuese vendos funksionim demokratik apo shtat. Për këtë arsye mendoj që ne po shkojmë të cunguar dhe të kapur përveshësh e detyruar në zgjedhje që nuk po bën transparente, si në rastin e këtij lobimi, edhe jo të drejta, të lira, të ndershme, siç thotë pika 3 e nenit 1 kushtetues. Pse kush është mëkati këtu? Se kupton. Mëkati është që nuk janë zgjedhje barabarta me shanse barabarta. Edhe pala amerikane ka thënë, nuk vdes demokracia në vend ku vritet demokracia në vogël. Ë? Ta bojkotojnë të riqe në moment fundin. Fajtyre që janë fut. Fajtyre. U për këtë arsye s'kam hyrë vetë. Që nuk janë zgjedhje ndershme. Edhe janë të 2 palët që e menaxhojnë, e tha Dashi, edhe s'ka diskutim kjo punë. Tani ne jemi detyruar o njërin o tjetrin. Shqipëria fillon ke njërin, mbaron ke tjetrin. Do ta mbyll se ka 2 minutazhe, por ka njerëz të gjëra, njerëzit që në antikiteti kanë në këto dileme kanë pas shumë të forta. Pra, dhe për shumë, po të marrësh Platonin, Platonin thoshe që populli nuk merr vesh nga këto gjëra. Duhet aristokracia, mendimin e aristokracia është ajo që vendos se ndan mirë nga këto. Populli ka merren, mangur buhet djath, buhet salcishe, buhet kos, dhe këta ja kalojnë ujin e rrogos. Se pra merim. Kjo ishte merim tani. E pra ndori kështu si bejte. Por tani këtu është problemi. Problemi është që ne Partia Demokratike dhe Partia Socialiste që janë pasardhësit apo degëzimet e Partisë së Punës, akoma kanë 35 vjet mbajnë pushtetin. Ka marrë fund dhe unë po them, nuk qahen kjo, nuk qahet kjo. Qahen, kjo ide. Atëherë do të thonë nuk u qahen me zgjedhje, nuk qahen për 35 vjet. Do qahen bas 70 vjetës, bas 50 vjetës, nuk ka rëndësi. Po shiko. Po mirë, dialektika, se po ashtu, do jetonim në periudhën e faraonëve ne. Po mos qahen. Tani SPAK-u duhet të marrë shembull nga koha e Tangentopullit italian, ku prokuroria dhe drejtësia luajti rol në zhbërjen e atij establishmenti vjetër italian. Edhe erdhi Berlusconi. Po. Më mirë, po si. Po Berlusconi ishte Nuk zgjidhet kështu kjo. Doli Kraksi nga loja. Nuk zgjidhet në Republikë prokurori. Doli Kraksi nga loja, hyri Berlusconi. Do të thosh me thjesht. Bëhet me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Histori tjetër si evolon. Dhe kemi tani presim kokat politikanëve dhe mbaroj kjo histori. Nuk zgjidhet kështu kjo punë. Është histori tjetër. Po kjo është. Das vëri fikën ta mbyllim, se mbaroj. Numër 9. Ja, kjo është pikë. Ajo e çan. Okej. Një xhak të tjerë, unë i konsideroj koleg, kush i hy, ta thash betejës për mbrojtje idetë veta, për dhënë një shpresë tjetër, për të përcaktuar një trajektore
politikën shqiptare. Ato që dunë të mbajnë këtë statu quo, le të vazhdojnë. Por koha të regoj që nuk i vlega Shqipërisë. Se ankohemi gjithë se jemi këtu mbas 30 e sa vjetëve, që tranzicioni s'po mbaron. Po kush janë protagonistët e këtij tranzicioni? Ja për këto 2-3 personazhe. Edhe njerëzit thotë, të gjithë thotë dunë ndryshim. Po si të bësh ndryshim ti duke votu po njësoj dhe duke votu po të njëjtët njerëz? Ky s'është ndryshim. Ky është riciklim. Unë falenderoj dhe ju uroj suksese për Rofsh, faleminderit edhe ty që na vat. Vetëm një sekond, lutem. Na vat mundësinë. E kam nga banorët se po na ndjekin, domethënë. Nga Kruja deri në Durrës ka banorë që nuk kanë marrë shtëpitë e tërmetit. Kam dhe pyetje tjetër për qeverinë. Kur do jepen shtëpitë e tërmetit? Janë ndërtuar. Vetëm kaq. Kur do jepen shtëpitë e tërmetit? Ka 2 vjet që paguajnë parat e bonusit qeras me lekë. Shqipëria 2030. Varet se kush është në pushtet. Ma vini as vini, nuk e di këtë gjë, me jatë. Jo, ne për 3 muajt e para do i fusim njerëzit në shtëpi. Adora faleminderit për prezentën tënde, zoti Romeo Kana, faleminderit për pranimin tuaj në studio, e një dhe ju falenderova një herë, të qenë që shëgat për sot mbaron këtu. Do shihemi ditën e njëjtë në orën 21, nuk e dim se sa, 21 pik, por do shihemi. Mirupafshim.